Ndodhemi në Fark, aty ku tradita e poçarisë vjon në familjen Fusha. Prej brezash, Balta merr formë në duart e kësaj familje, duke ruajtur këtë zanat të vjetër dhe duke ia trashëguar brezit të ri si trashëgimi dhe identitet. Mes tokës që ruan kujtesën e brezave, poçaria nuk është thjesht një zanat i vjetër, por një histori familjare që vazhdon të marrë formë nga dora në dorë. Prej vitesh, familja Fusha i ka dhënë Baltës jetë, duke ruajtur me përkushtim një traditë që rrezikon të humbas në kohët e sotme. Në këtë punishte, çdo en flet për përvojë dhe trashëgimi, ndërsa brezat e rinj marrin mbi vete përgjegjësinë për ta mbajtur gjallë poçarinë, jo vetëm si zanat, por si identiteti i një familje dhe i një zone të tërë. Zanati ka me qindra me mira vjetë të në Fark. Ne si familje kemi trashëgimi brez mas brezi, gjysh mas gjyshi. Kurse unë kam rreth 40 vjetë që e punoj. Jam të bëjt gjënë më tradicionale që është e Tiranës që është tava dheut. Një tavë jetë madhe shumë, mesatare. Tava mishi, tava fërges. Tërsi kjo është një zanat i vështirë. Mund ta punojsh për pasion, për qef, po që të majsh familjen me këta kohë është e vështirë. Që ka punë edhe më të mirë edhe më pak. Kjo është dhe zanat shumë i rëndë. Nuk është një zanat i thjeshtë. Po edhe djallit e kam mësu. Tërsi shkollën e banë, zanatin e ka. Kjo është tava e dheut, është objekti më tradicional i zonës Farkës, që prodhohet këtu prej qindra vitesh. Kjo është një tavë tradicionale që zakonisht e marrin lokalet e dasmave, por edhe familjet nuk mbeten më mbrapa. Po, normalisht, rreth 2 minuta, pastaj nëse përshpejtojmë mund ta bëjmë edhe për 1 minutë e gjysmë. Po nuk është vetëm procesi bërjes tavës, por kjo tavë do të kalojë disa procese. Për shembull, në këto momente, kjo është procesi i parë. Si fillim unë kam parë prindërit e mi, më thënë babin, gjyshin, çunat e xhajës babit, xhajat e babit, cilët janë marrë me këtë zanat që në vogli, dhe duke parë më të rriturit dhe kur je i vogël mundohesh ti kopjosh. Sigurisht, jo në mënyrë perfekte, mua më ka dashur rreth 2-13 vite që ta perfeksionoj këtë profesion, sepse kur je më i vogël është më e vështirë ta kapësh, kurse kur je më i rritur, mund ta kapësh edhe për 1 vit ose 2. Por gjithsesi, kjo është një teknikë shumë e vështirë dhe shumë mira vjeçare, që është traditë e fshatit Fark. Procesi i bërjes së objekteve nis gjithmonë njësoj. Pra merret një mas balde, në varësi të objektit që do të ngresh, nëse do ta bësh qyp për shembull në mallsinë kaq të madhe, normalisht që do shtosh më shumë mas balde. Shumica e njerëzve kur e shohin si fillim u duket shumë e thjeshtë, por kur futen këtu pastaj gjithçka vështirësohet. Në stinën e dimrit balda është edhe shumë e ftohtë, është gati në temperaturën e ajrit mbase edhe më e ftohtë. Më duket sikur po prek akull. Unë do mundohem që tani të krijojmë një objekt gjithashtu tradicional të Farkës, që është vorbja ose vorbarja. Gjatë eksperiencës time me baltën, kuptova që nuk kisha edhe talent për skulpturën, por edhe për pikturën. Si fillim, normalisht si çdo fëmijë, gjithë shkojnë ke vizatimi, ke piktura, ke zhgarravinat. Edhe kur isha në kopësh ose po themi edhe në nënvjeçare, gjithë mësuesit e dallonin që unë kisha një talent veçantë,
që isha më i pastër, më i vizatueshëm se gjithë tjerët. Dhe si rrjedhoi, babi vendosi që të më fusë në një kurs pikture. Në moshën 15 vjeçare, dhe pse është një moshë relativisht e madhe për të futur në pikturë, por gjithsesi unë e kapa shumë shpejt sepse kur e ke talent është me ty. Në vitin 2016, unë u bëra pjesë e liceut artistik në degën e skulpturës dhe qeramikës. Aty krejova studimet për 3 vite. Pastaj në Universitetin e Arteve në vitin 2019 zura vendin e parë në konkursin e pranimit studentëve. Dhe gjithashtu edhe aty përfundova studimet në bachelor dhe master në degën e skulpturës dhe qeramikës. Sigurisht të fundi dhe mësuesisë. Arsyeja pse unë desha që të ndiqja studimet e larta për qeramikën ishte për ta çuar këtë zanat më para, pra që të avancoj. Mos të mbetet ke primitive ose ke tradicionale. Edhe pse kushtet në Shqipëri për ta zhvilluar janë shumë të vështira, gjithsesi unë do mundohem që dhe jam shumë optimist që do ecim përpara me këtë traditë dhe me këtë profesion. Pra, unë si profesion jam skulptor, por unë poçerinë e bëj me qejf, e bëj për ndihmu familjen. Dhe besoj që do ja mësoj edhe fëmijëve të mi në të ardhmen. Ne kemi pas një traditë të mfark, që vajzave nuk ja mësonim poçerinë, sepse thonin që shko tek burri dhe e çon trashëgimin atje. Por së fundi, unë kam futur edhe motrën time që ta mësoj, sepse për mendimin tim është shumë e gabuar që të mos ta mësojnë femrat. Sido që tjetë janë pjesë e familjes dhe i takon edhe atyre që ta mësojnë. Kjo quhet thikës, bëhet me dru ahu. Unë me këtë jap formën parafinale, le të them, sepse forma finale bëhet me copën e damaskut që ne e quajmë sukull. Zakonisht vorbja është një objekt e cila përdoret për oxhak dhe shërben për gatimin e fasules, për gatimin e çorbës ose supës, siç e themi neve. Pra për gjellrat e rënda. Por vorba është 2 llojesh, kemi vorbë dhe vorbare. Njëra është e gjerë dhe me 2 vegje, tjetra është e gjatë dhe me 1 vegje. Duart duhen pastruar her pas here, sepse është shumë e vështirë që të punosh në taçile. Kjo makineria këtu që neve po punojmë në këto momente quhet taçile dhe është një objekt çeliku i cila rrotullohet në mbështetje të një kuzhinjete. Pra është krejt mekanike gjithë gjëja, pra rrotullohet me dorë. Ky quhet sukull, është copë damasku, por në pamundësi për gjetë damaskun ne përdorim edhe fanallatën. Ja, kjo është edhe procesi i fundit që ne realizojmë për të çuar procesin e vorbës ose objektit deri në fund. Vegjet janë një nga proceset më delikate të punës, sepse nëse nuk i vendos mirë gjatë këtij procesi, ajo mund të tentojë edhe të thyhet gjatë tharjes ose gjatë pjekjes. Që kjo vorbë të shkojnë deri në procesin e pjekjes, gjatë periudhës dimrit mund të kërkojë rreth 1 muaj. Pra nëse ne bëjmë 20 objekte ose 30 objekte, do kërkojnë 1 muaj që të thahen dhe pastaj të jenë gati për të pjekë. Sepse që një produkt të piqet duhet të ketë më pak se 5% lagështia.
Kjo është një objekt që është realizuar këto në Farg me qindra vite me radhë, siç thash edhe më para. Dhe Farga njihet për këtë objekt në gjithë Shqipërinë. Ky objekt ka aftësinë që për shkak të përbërjeve dhe elementeve të cilët balta mbart brenda saj, t'i japi ushqimit një shije shumë veçantë dhe ta ruajë temperaturën e ushqimit për një kohë shumë të gjatë. Kjo është faza përfundimtare e objektit, ku unë mund të shtoj edhe detajet e fundit, të cilat janë gjithashtu tradicionale dhe le të themi janë simbole i lire, simboli i lumit ose i jetëgjatësisë, gjithashtu edhe viza tregon jetëgjatësi. Janë simbole të cilat nuk janë hequr edhe sot e kësaj dite në fshatin Farg. Këtu jemi në kodrat e Shumokut, pranë Fargës Madhe, ku të parët e mi bëhet fjalë jo vetëm për gjyshin dhe stërgjyshin, po rreth 600 vite më përpara, mbas edhe më shumë, sepse sipas edhe në nga arkivat osmane, thuhet që fisi im ka qenë këtu që në vitet 1431. Kjo është kodra ku ata merrnin lëndën e parë, baltën dhe shtufin, të cilën e përzihen bashkë për të krijuar një masë homogjene dhe për dalë një objekt terrakote më i fortë dhe më i sigurt në pjekje dhe në gatimet tona. Dikur balta merri me kafshë, sepse rruga ishte shumë e vështirë, tani në këtë kohë rruga është akoma dhe më e vështirë dhe si pasojë ne tani e marrim baltën në një fshat tjetër ku shkojmë me maune dhe marrim sasi më të mëdha.